Ish kancelarja gjermane Angela Merkel tha sot se Bashkimi Evropian duhet marrë fatin e vetë në duart e veta dhe të veprojë si një aktor global i pavarur në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusinë, dhe theksoi se Europa nuk duhet t'ia lërë diskutimet mbi çështjet kryesore të sigurisë ekskluzivisht Washingtonit. Duke folur në banketin tradicional Matthias Mahl në Bashkinë e Hamburgut, Merkel bëri thirrje për një rol më të fortë të BE-s në zgjidhjen e luftës në Ukrainë dhe një autonomi më të madhe strategjike për Europën. Në korrik të vitit 2021, kur ish presidenti i SBA-s Joe Biden u takua me presidentin rus Vladimir Putin, isha e bindur se nuk duhet ja lëm takime të tilla SBA-s, sepse interesat jetësore europiane janë në rrezik. Argumenti se na mungon një politike përbashkët ndaj Rusisë nuk mund të jetë fjala e fundit. BE-ja do të jetë e fortë vetëm nëse zhvillon një qëndrim kaq të përbashkët. Përvoja ime është se aty ku ka vullnet, ka edhe rrugë, theksoi Merkel, duke ju referuar takimit të presidentit të atëhershëm amerikan me udhëheqësin rus. Sipas saj, BE-ja do të jetë e fortë vetëm nëse arrin të ndërtojë një politikë të përbashkët ndaj Rusisë dhe të veprojë në mënyrë të unifikuar në skenën ndërkombëtare. Merkel vlerësoi gjithashtu se në mandatin e dytë të presidentit amerikan Donald Trump, politika e jashtme amerikane mbështetet fuqimisht në interesat e veta dhe në logjikën e të drejtës së më të fortit, në vend të bashkëpunimit ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Kjo i vendos Gjermaninë dhe Europën përpara një lloji të ri përgjegjësie. Ne duhet ta ripërcaktojmë rolin tonë në botë si një aktor global që vepron së bashku, tha ajo.